djalë I ri me emrin Abdullah, I cili briste shtigjeve malore të Mekës, por larg njerëzve. Ai kujdesej për delet e një kryetari të Kurejshve. Njerëzit atë e thirrnin skllav ose biri I nënës së një skllavit. Ai kishte dëgjuar për profetin, por nga se ishte I ri dhe nuk shoqërohej shumë me njerëzit, nuk I kishte kushtuar shumë vëmendje, I kishte zakon. I merrte delet që në mëngjes dhe nuk kthehej derisa binte nata. Një ditë prej ditëve, gjesa Abdullahu ishte duke u kujdesur për delet, I pa dy burra të cilët po ofroheshin afër tij. Pastaj ata e përshëndetën dhe I thanë, djalosh, ta merr njërin nga këto dele që të pim pak qumësht sepse jemi shumë të etur. Ai u përgjigj, nuk mundem, delet nuk janë të mia, unë vetëm kujdesem për to. Këto fjalë nuk I hidhëruan këta dy burra. Pastaj njëri nga këta dy burra tha, djalosh, më jep njërin nga këta dela të reja që nuk bën qumësht. Pastaj Abdullahu ja ofroi dhe njeriu I mirë e lidhi delen dhe në emër të Zotit priste qumësht nga delja. Derisa njeriu I mirë priste qumësht nga ajo dele, shoku I tij mori një gurë në formë pjate tek e cila dëshironte të pinte. Abdullahu po habitej dhe me vete thonte, kur ka ndodhur që një dele aq e re të bëj qumësht. Por, pa pritmas, delja filloi të nxjerrte qumësht me bollëk. Pastaj njeriu I mirë e mori gurin dhe filloi të pinte. Pas njeriu të mirë e mori edhe shoku I vet të pinte. Abdullahu çuditej, ç'po ndodh? Pastaj Abdullahu mori të pinte. Pasi u ngopën, njeriu I mirë tha, në emër të Zotit, kthehu në gjendjen e mëparshme dhe ajo u kthye. Abdullahu tha, më mëso dhe mua nga këto fjalë që I the, o njeri I mirë. Ai ja ktheu, ti je djalosh që mund të mësosh. E dini kush ishte njeriu I mirë? Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ndërsa shoku I tij ishte Ebu Bekri I sinqerti, pothuajse e shoqëronte gjithmonë dhe gjithkund, ndërsa Abdullahu ishte djali I Mesudit, që tek ne njihet Abdullah ibn Mesudi. Ky pra ishte takimi I parë I Abdullahut me profetin dhe të sinqertin Ebu Bekër. Pas kësaj ngjarje edhe Abdullahu u bë musliman. E fatlumi Abdullah, pasi pranoi Islamin, e praktisi kujdesin e kopës së dhënve dhe filloi të kujdeset për njeriun më të mirë, profetin ton. Vërtet, Fatlum, kur njerëzit filluan turma të bëhen musliman, Abdullah ibn Mesudi veçohej tek njerëzit më I mirë për leximin e Kuranit. I kishte këmbët e holla, por që peshen shumë tek Allahu. Profeti për të thonte, kush dëshiron ta lexoj Kur'anin, mu ashtu siç më është zbritur, le ta mësoj nga Abdullah ibn Mesudi. Shikues të dashur, ne në emisionet e radhës do ju sjellim gjëra të bukura si kjo. Ju mos harroni të na bëni like në Facebook dhe subscribe në YouTube. Assalamu alaikum. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Briste shtigjeve malore. Po është vetëm shikues të dashur. Jo besimtarët mendojnë se ata nuk do rinjojnë. Thanks so much. Tash do të